sikur të gjitha ato qindra e mira euro që shkojnë e vinë në kuicin koha jote vazhdon. Të investohesh në ekonomi, kush e di ç'do ishte bërë me Shqipërinë, do ja kishte kaluar Gjermanisë, por fatkeqësisht ato kalojnë sa në duart e njëri sfidant, në duart e tjetrit, sepse kështu vazhdon kuici më i famshëm në botë, koha jote vazhdon. Baby, one more time. Can I blow your mind? Baby, one more time. Can I blow your mind? Baby, one more time. Pra, një duar trokitje të fortë, vërtet, një duar trokitje të fortë, e meritojnë pra këtë duar trokitje punëtorët e skenës, që rregullojnë në studion me një shpejtësi rekord, do të thoja, ju lumt vërtet. Atere, mirë mbrëma edhe njerë nga koha jote, vazhdon. Le të rikthehemi pa humbur kohë tek dy lojtarët tanë, dy kampionët tanë në fuqi, që sot do t'i njohim me nofkat, kujdes, Dangalli dhe Çapaquli. Po që ma gjenë të noftë mua më vla, gjithmonë mua më vla, këshu nofkash. Kujdes, Çapaqull, kujdes. Përqëndrohu dhe luaj fort, sot duhet të fitosh 500.000 euro dhe ne lahemi bashkë. S'kam pun tjetër, unë tani t'lahem edhe me ty. Çapaqull, Po. e kisha fjallën duhet të luash fort që të lash borgjin me ne, dakord? Më falë, po unë e kam fituar kuicin tim tashmë. Kur kështu? Po kështu më thua ti për herë. Pusho. Pusho. Push. Pra... Posh. Përqëndrohu Çapaqull, përqëndrohu Dangall. Kujdes, mos së ngusti që të përgjigjni. Pra, një Dangall, një Çapaqull, një star. Atere, pa humbur kohë, le të hidhemi tek pyetja, kujdes, përqëndrohuni edhe njerë, ju lutem, mos së ngusti që përgjigjesh Çapaqull. S'kam fituar asgjë. Ti si gjithmonë nuk do të fitosh asgjë. Dakord, Çapaqull? Dakord? Apo. Çapaqulli, apo jo, Dangall, Çapaqulli ka fituar një mu. Alebi me 27. Ka fituar një mundësi për të bërë i famshëm. Pra, atëre le të vazhdoj pra me pyetjen e parë, po thoja është nga raundi Imazh Quiz. Ndërkohë që foto bëhet gati nga regjia jonë, pyetja është: gjeni ku jemi këtu? Po? Këtu jemi ke plerat në sharë. Kjo është përgjigja juaj definitive, pra ju mendoni që jemi tek Land Fildi, fusha, që është kjo? Land Fildi, pra Land Fildi, vërtet mendoni kështu? Atere, le ta shikojmë foton origjinale. E pa sakt, Këtu pra jemi në Paris, juve sa po humbët 100.000 euro. Po ma bëjnë me ile! Ma vjen keq Dangall, kështu thotë kompjuteri ka gjithmonë të drejtë, ma vjen keq. Pa humbur kohë, le të kalojmë tek raundi tjetër, raundi radhës, që është raundi... Kalojmë tek raundi nënç, kujdes. Edhe pyetja është: si përqëndrohu riprodhohet Iriqi? Iriqi riprodhohet me shumë, po me shumë fare. Keq fare, shumë fare. Po pra, po. Kujdes. Le ta verifikoj përgjigje. E sakt! Pra, lumt, Çapaqull. Mos kërce më ashtu si Çapaqull. Dakord? Më vjen, molla. Ishte përgjigje e sakt, Po. të lumt pra, Çapaqulli sa po fitoi 72 euro. Ju lumt, vërtet. Bravo, ju lumt. Më falë, molla,
Po që është kjo punë, më vlla, që është kjo 72 euro? Bëhe 70 më vlla, pse për 2 euro do prishemi neve Ma të vjen dyre. keq, që paçul kështu thot kompjuteri ka gjithmonë të drejtë. Pse je kështu, zot Altin? Si jam, më vlla? Po se si je? Shikoje se si është si qa... Dërgrash. Jo, si... është si qapaqull, qapaqull. Kujdes, le të vazhdojmë pa humbur kohë me raundin e radhës, këtu në koha jote, vazhdon. Dhe ky është raundi Melodi Quiz. Kujdes. Sigurisht për këtë pyetje, do të na ndihmoj maestro Land Fildi. Land Fusha. Fusha. I duhet trokitje për maestro Landin. Atere, pyetja është, gjeni cila këngë është kjo? është Akta Bajrami, kënga funky. Funky? Muzika më bën të çmendem. Je. Atere, kujdes, le ta dëgjojmë edhe njerë versionin original. Pra ishte e pasakt, sepse bëhet fjalë për këngën Musit nga Madonna. Edhe nuk bëhet fjalë për këngën që sa po thatë juve qapaqull, për këngën Funkë. Nuk thuhet funk. Pusho. Funky! Ashtu, Atere juve sa po unë 350 euro. Qa flet më vlla? Edhe, ka që ishte edhe për sot, pra do t'ju uroja të gjithve, ja ka. Lofshi sa më bukur. E pa mundur, pra më në fund. E gjeta ma! Zoti Elton. E gjeta ma! E kur përqëndrohem unë! Pusho, pra Zoti Elton, më në fund e gjeti, pra ishte, ja ka lofshi sa më bukur, E shikon Zoti Elton, ju kur doni, kur mundeni, ju mund të përgjigjeni sa? Na i ke fut kësaj radhe. Mund përgjigjeni sakt. Natën e mirë. Natën e mirë.